Mirë se erdhe në këtë seancë të shenjtë të meditimit të shpejt. Ti po hyn në frekuencën e dashurisë absolute. Gjithçka që do dëgjosh nga ky moment është realiteti yt. Dhe brenda 6 muajve të ardhshëm, jeta jote do të ndryshojë përgjithmonë. Merr një frymëmarrje të thellë. Lëshoj atë. Ti je gati për martesën dhe familjen tënde të lumtur. Unë jam magnet për dashuri të vërtet. Jam thellësisht mirënjohëse që kam dashurinë e vërtet në jetën time. Unë meritoj një përkushtim të plot dhe total nga bashkëshorti im. E ndjej që është tërësisht i përkushtuar në mua. Zemra ime është e hapur për të pritur partnerin e jetës time. Unë rrezatoj dashuri, siguri dhe paqe të brendshme. Unë jam thellësisht mirënjohëse që kjo martesë më jep paqe, më jep qetësi, atë çfarë unë kam tashmë të kultivuar në jetën time. Unë jam e gatshme të pranoj dashurinë më të pastër. Shpirti im binjak është këtu tani, është bashkëshorti im. Unë jam një dhuratë e çmuar për partnerin tim. Çdo qelizë imja jeton tashmë në frekuencën e martesës. Unë besoj plotësisht në planin e përsosur të universit, që më ka sjellë në këtë moment, ku unë dëgjoj pikërisht këtë fjalë, të më thuaj nga vetja ime më e lartë, nga e ardhmja ime, e cila më falenderon sot për këtë vendim që unë kam marrë, për të ndjekur afirmime që më afrojnë martesën. Koha ime ka ardhur tani. Unë jam e martuar. Unë jam thellësisht mirënjohëse që jam e martuar. Unë jam e bekuar që jam magnet për dashurinë e bashkëshortit tim. Në mbar botën, sytë e tij më shohin mua, dhe mua më shohin sytë e duhur. Është vetëm një person që më jep martesën më të lumtur, dashurinë më të pastër, jetën perfekte, në familja, me fëmijët dhe çdo të mirë materiale që na e plotson jetën. Burri im më dashuron me gjithë qenjen e tij,
Unë ndjej adhurimin dhe respektin e tij çdo ditë. E unë jam thellësisht mirënjohëse për këtë. Jam thellësisht mirënjohëse. E ndjej në çdo qeliztimen që është tërësisht i përkushtuar në marrëdhënien tonë, në martesën tonë. Ai është tërësisht i përkushtuar ndaj familjes tonë. Jam thellësisht mirënjohëse për këtë. Në krahët e tij, unë ndihem e mbrojtur dhe e vlerësuar. Unë ndihem një grua që ka gjithë dashurinë e bashkëshortit. Unë ndihem e bekuar. Kjo është jeta ime dhe unë mundem ta shoh me sytë e mendjes që kam një partner që kujdeset për mua në çdo detaj. Është bashkëshorti im dhe miku im më i mirë. Sytë e tij shohin tek unë të ardhmen dhe botën e tij. Jam thellësisht mirënjohëse. Jam thellësisht mirënjohëse që ai e sheh të ardhmen e tij me mua. E që nga kjo pikë ku ne të dy jemi në krah të njëri tjetrit, mundemi ta shohim të ardhmen së bashku dhe duket e përkryer. Sepse me sytë e mendjes vizualizoj çdo gjë të mrekullueshme që e bën lidhjen tonë më të fortë dhe dashurinë tonë të rritet, duke u pasqyruar tek fëmijët tanë. Dashuria jonë rritet dhe thellohet në çdo sekond. Unë jam thellësisht mirënjohëse që është kjo dashuri që na solli pranë njëri tjetrit. Jam thellësisht mirënjohëse që për këtë dashuri nuk kishim nevojë të jepnim prova. Ishte diçka që unë ndje me forcën e një tërmeti ose një vulkani që shpërthen. E nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Ishte energjia jonë ajo që foli, ajo që tha gjithçka. Ishin shpirtrat tanë ata që na bashkuan në martesë, pasi kanë zgjedhur njëri tjetrin në çdo lloj jete. Ai zgjedh të më doj, të më mbështes, të më nderoj, të më përkrah në çdo hap të jetës. Ai është bashkëshorti im, i cili në sytë e tij më sheh mua si pjedestalin e dashurisë. Komunikimi ynë është i hapur, i sinqert dhe i ngrohtë. Ai është bashkëshorti im dhe miku im më i mirë, me të cilin mund të flas për çdo lloj gjëje që më shqetëson. Jam thellësisht mirënjohëse që kam në jetë shpirtin tim binjak si bashkëshorti im.
Unë jam prioriteti I ti, numër 1 në jetën e ti. E pavarësisht se ai e do familjen e tij, të nënës, të motrave, të vëllezërve, të babait, por unë jam prioriteti I tij. Unë jam familja e tij. Unë jam ajo që do ta bëj atë baba, do ta bëj atë të ndihet mashkulli më me fat në planet. Prandaj unë jam prioriteti I tij. Dhe ne jemi një skuadër e pathyeshme. E unë jam thellësisht mirënjohëse. Jam thellësisht mirënjohëse, ndjej në çdo qëllisë time mirënjohjen që kam për këtë partner të mrekullueshëm që ka ardhur në jetën time. E tashmë është bashkëshorti im. Është bashkëshorti im me cilin jemi lidhur në martesë. Pa folur shumë fjalë, por me shpirtrat tanë që kanë njohur njëri tjetrin në çdo lloj jete. Martesa ime është tashmë një fakt I kryer në univers. Ekziston tashmë dhe unë jam e martuar me bashkëshortin tim. E unë jam thellësisht mirënjohëse që kjo ekziston. Unë jam një bashkëshorte e lumtur dhe e përmbushur. Jam thellësisht mirënjohëse. Jam thellësisht mirënjohëse që kam mundësinë të jetoj këtë jetë ku jam një bashkëshorte e mrekullueshme dhe mundem të tregoj se sa shumë e sa mirë di unë të dashuroj partnerin tim. Jam e lumtur që kam mundësinë për të qenë një bashkëshorte dhe një nënë e përkryer. E unë jam thellësisht mirënjohëse për këtë partner të jashtëzakonshëm që kam në krah, sepse më ka dhënë mundësinë të njoh veten time, të jap vetes mundësinë për ta parë në një kontekst tjetër, atë të bashkëshortes së përkushtuar dhe një nëne që është e jashtëzakonshme me fëmijët e saj. Unaza në gishtin tim është simboli I dashurisë sonë të përjetshme. Unë jam thellësisht mirënjohëse për këtë martesë që më jep vetëm lumturi. Shtëpia jonë është e mbushur me të qeshura, qetësi, ngrohtësi dhe paqe. E unë jam thellësisht mirënjohëse për këtë. Familja jonë është e bekuar, e shëndetshme dhe e bashkuar. Ne ndërtojmë një jetë të bukur e të qëndrueshme së bashku. Partneri im është një njeri I mrekullueshëm që më plotëson në të gjitha detajet dhe më bën të dua edhe unë të jem njëri akoma më I mirë nga sa jam. Çdo ditë e martesës sonë është një festë e dashurisë. Prindërimi e jeta familjare na sjellin gëzim të pafundëm që të dyve. Ne jemi bashkëshortë të përkryer për njëri tjetrin, ne jemi bashkëshortë e një skuadër e përkryer për të rritur një familje të shëndetshme. Brenda 6 muajve jam e martuar me dashurinë e jetës, sepse e njoh që tani e kam parë me sytë e mendjes unazën në gishtin tim. E kam parë me sytë e mendjes se sa e përkryer duket ajo. E kam parë me sytë e mendjes dhe e di që ekziston.
Unë jam thellësisht mirënjohëse që jam bashkuar në martesë me një partner të përkryer. Jam thellësisht mirënjohëse që tashmë jam edhe unë një bashkëshorte e përkryer në krahët e burrit tim. Mirënjohja ime nuk ka kufi. Ndaj faleminderit univers, faleminderit Zot për këtë dashuri madhështore. Jam thellësisht mirënjohëse. Faleminderit për burrin tim të mrekullueshëm. Faleminderit për familjen tonë të shenjtë. Jam thellësisht mirënjohëse që kam një familje të përkryer në krahët e një bashkëshorti që është shpirti im binjak. Faleminderit që gjithçka është vendosur tashmë në favorin tim, për të plotësuar dëshirën time më të thellë, për të më bërë realitet martesën time, sepse unë tani jam e martuar dhe jam thellësisht mirënjohëse që çdo gjë ishte në anën time për të sjellë në jetën time bashkëshortin tim perfekt, shpirtin tim binjak. Unë jam thellësisht mirënjohëse dhe mundem ta ndjej këtë lumturi pikërisht në këtë moment. E ndjej se sa e mrekullueshme është të jesh e martuar. E ndjej se sa e mrekullueshme është që të kthehesh në shtëpi dhe ke partnerin tënd aty, ku mundesh të puthësh buzët edhe ta përqafosh, edhe ndjen që në të gjithë botën ky njeri është yti. Në të gjithë botën kjo copës dhe botës është e jotja. E kjo është një lumturi e jashtëzakonshme. Faleminderit që manifestimi im është i plot, është i shpejt, e është tërësisht i sigurt, sepse unë mundem tani ta shoh me sytë e mendjes dhe e di që ekziston. Jam thellësisht mirënjohëse që dashuria e jetës time është këtu, është në krahun tim. Mundem t'ja ndjej prezencën, mundem t'a ndjej unazën në kishtin tim. Unë jam thellësisht mirënjohëse. Jam thellësisht mirënjohëse për dasmën e mrekullueshme që kishim së bashku. Dhe fustanim i bardhë që më bën të ndihem si një princesh sa herë kujtoj. Sepse në të vërtet jam një princesh në krahët e bashkëshortit tim. Ashtu si mbretërit janë të pasur në prona e pasuri, unë jam e pasur me partnerin tim. Ndihem një mbretëresh e vërtet. Dhe ai është mbreti im. Jam thellësisht mirënjohëse që e kam këtë jetë mrekullueshme. Sepse tani e di që kështu është. E kështu do të jetë gjithmonë.
Merë një frymë thellë. Nxirre nga dalë. Ndjeje unazën në gishtin tënd. A e ndjen? Thuaje ndjeje unazën në gishtin tim. Ndjej ngrohtësinë e familjes tënde të re. Sepse brenda këtyre 6 muajve jeta pëson një ndryshim rrënjësor. Ti nje njeriu në duhur. Tashmë e ke njohur. Shpirti yt ka folur. Kjo video që tani është thjesht një kujtim i mrekullueshëm se si nisi rrugtimi yt drejt familjes tënde, martesës tënde, dasmës tënde. Thua jam e martuar, thua jam e dashuruar, thua jam e plotësuar, sepse je. Ndiqe këtë rrugë çdo ditë, derisa realiteti yt të nisë të ndryshojë, që në gjërat e vogla. Tashmë ka filluar të kthehet timoni anijes. Ti po ndryshon kurs, gjërat do të ndryshojnë, por është kjo gjë e mirë, sepse vetëm në këtë mënyrë ti mbërrin në destinacionin tënd, martesën, me shpirtin tënd binjak. Ky është destinacioni yt, martesa me shpirtin tënd binjak. Merë frymë thellë. Manifestim të mbarë.